Lek Hajdari, drejtori i shkollës Ardhënëria në fshatin Ramac të Gjakovës, nuk është kursyer asnjëherë të shfaqet publikisht me eksponente të lartë të Aleancës për Ardhënërinë e Kosovës. Sipas ish mësuesit në këtë shkollë, Gjush Krasniqi, ai nuk është kursyer as ndaj tij. Krasniqi për insajderin ka pretenduar se drejtuesi i këtij institucioni kishte vepruar zi e terr në raport me të. Ja disa nga pretendimet e tij. Kam paraqitur disa dyshime në mbledhjen e rregullt të Këshillit të Arsimtarëve për shkelje të rënda në shkollë. Dyshimet ishin që drejtori i shkollës përdorte shkollën, ambientin shkollor për qëllime motive të ulta. Menjëherë, pas asaj mbledhje, fillon një fushat marrëse ndaj meje. E para ishte me ndalimin në pagë ditën e parë të shkollës, me ditjen nga 1 shtatori deri në 15 shtator, sepse ai më ka dhe fizikisht, vetë ai ka marrë iniciativën dhe ka bërë skenarin duke luajtur rolin dhe duke qenë regjisor, edhe gjitha i ka përgatitur që të më akuzoj për ngatimin e 4 mësuesve të mia, të cilat janë parashoqe të punës, dhe nuk kam të tjera, dhe pa ditë ose paraqet në prokurori një kallëzim penal në emër të mësuesve, të cilat janë, ato du t'jenë vetvetja, sepse janë të përgatitura, në të cilat thotë se Gjush Krasniqi në forma të vazhdueshme ka përdorur batuta, fjalë seksuale dhe ka nga seksuale shumicën e mësimdhënësve, përveç se atyre të mosës së shtyrë. Mirë po, më pas, në bazë të dëshmive të kolegëve, del se që të gjitha deklarojnë se kjo është nisma e drejtorit. Krasniqi po hanë se Hajdari mundohej të kishte sjellje kontrolluese, e kishte fizikisht dhe sa ai nuk e ka mohuar se denoncimi në polici ishte i rrem. Siç tregojnë edhe këto audio incizime që paraqesin dialogun mes drejtorit aktual të shkollës dhe ish mësuesit. S'ki drejt më lyp për plan. S'kom drejta? Ja. S'ko drejt? Lutem asnjë fjalë mos e bëmë mua. Unë folë plan konspektin. S'kam. Edhe më sana. Nuk kam. Mos u kallzo ti mos e shka bajon. As ti mos më kallzo kur gjë. S'ki drejt me lyp kur para plan konspekti. Unë kam drejt me qitë dhe jashtë. Ti ke drejt. Nëse ti nuk je përgatitur, nuk je plan konspekti, automatikisht nxjerrë për jashtë. Veç urdhno. Automatikisht. Ja, nuk mundesh unë gjë. Absolut me njëherë. Veç urdhno. Me njëherë. Veç urdhno. Po, ti nuk je përmesim, ti ke ignorancë gabueshme dhe je komplet i gabueshëm. Edhe je në drejtim gabueshëm. Fatkeqësisht. Veç ti je në rregull. Absolut po. Ti do të më qartë ti jo se nuk i qenë me qunë më nuk ma të në rregull. Dorëzoj ti kur gjë, derisa të më dorëzojsh ti mund çam ki bash. Si je ti zyrtar për mua? Ti je marrumje. Po ti je i mirë, unë jam i marrur. Ti je i marrumje. Ani shkruaj se jam i marrur, më ke thonë që 2 vjet e ke thonë. Ti ke shkruar vetë. Jemi në rregull. Me sjelljet tua, me propagandën tonë, me mos disiplinën tonë, me mos pranimin e ti shkruaje vetë vlerësimin tuaj, mos më thuaj ti mua i marrur. S'ki drejtë me thonë i marrur. Po i marrur derisa ti nuk e përfill punën jetë. Po ty nuk përfill se ti se përfill vetveten. Ti më ke bërë shumë sene. Kur ti qartësojmë që ato të mbijnë në raporte binar. Kur do të qartësoj, këtu jam. Jo këtu ja, kryja punës. Kur dush ose jo. Jo. Çfarë aspekti dush? Çysh deshte, edhe fizik deshte. Çfarë dush? Edhe fizik. Çfarë dush? Po e di si je zoti. E di si je zoti. A fillon ki çujt ma viti mua? Jo, s'kam çujt ku. Po shkrimet tu aty. Ku jam? Ku jam? Nuk lejoj më majt mbledhja pa e miratur këtë pikë 30 ditës. Unë e di pse nuk e mbajti. Që 1 vjet është pika debatuese që është miratu dhe se ki atu. Me debatu në herë nuk kam qef. Po, ja du më debatu publikisht, nuk ka asgjë me fut në gjë. Gjithmonë, në një mbledhje, miratuat rendi ditës prej panishme dhe shtojnë pika. Zotëri, nuk më ka prishi. Ti e ka prishi. Nuk ka nevoj për apër. Po, ka nevoj. Ja, së është të ndrysht këto. Kjo nuk është të ndrysht. Vërtet është të ndrysht, së është që 1 vjet. Futëra e në ditë, raportet kolegiale dhe funksionimi organit në shkollë. Si kemi shumë mira, pra është të dyet. Si pas tere. Si pas tere. Ti që më ki akuzu për dhënim, për gatim seksual. Ka mundësi për së prishme. Ti që, jo, shënua ti. Ti që më ki po shënua. Ti që ki njollos kolege. E di se su me emrin me do. Vazhdojmë dhe? Jo, nuk kam me vazhdo. Nuk kam me vazhdo.
Nuk kam vërduar edhe është një propozim, hullmani punë. Edhe unë e qetësuar. Gazeta Insideri ka kontaktuar drejtorin e shkollës i cili ka mohuar gjitha akuzat e thëna nga ish mësimdhënësi. Ai në një intervistë me neve ka thënë që jo e keni bërë një denoncim polici që ka rezultu tjetër rram, edhe na denoncim ju keni thënë që mësuesi Losh i ka ngacmuar seksualisht disa mësuese të shkollës. A qëndron ky pretendim i tij? Absolut jo. Cili është verzioni juaj në lidhje me këtë ngjarje pra? Përgjigjja juaj me këtë pretendim ti? Përgjigjja ime është atë kjo. Gjitha ato mësimdhënësit që kanë bërë, domethënë deklaratën me shkrim, unë si institucion kam pas obligim më herët ta denoncoj, ta paraqes, e kam paraqit në drejtoritë e arsimit, me rekomandim drejtorisë së arsimit, jam detyruar që ta paraqes për organe. Dhe janë marrë me to, e kanë shqyrtuar rastin, nuk kanë dashur për shkak ndjeshmërisë rastit, nuk kanë dashur të vazhdojë tutje, edhe ashtu. Tani ky ka bë prap, domethënë ka vazhduar, më ka denoncuar mu si për kallëzim të rreshëm që kjo e vërteta është kjo që e thash unë. Po ashtu zotja Hajdari ju ka akuzuar që e keni kërkuar fizikisht, a qëndron kjo? Pasi edhe një herë. Zoti Krasniqi ju ka akuzuar që ju e keni përdorur objektin e shkollës sipas tij me fjalë ti për qëllime tolta. Edhe sipas tij ka thënë që e ka bërë një kërkesë që me e shqyrtu këto stafi shkollës, po ju e keni penguar në diskutim tillë. Sa qëndron kjo? As edhe një herë, kur në jetë. As le që nuk qëndron, po kjo është një absurd në llojit vet. Shkolla është mbuluar me kamera, edhe me kanë po them kështu kushtimisht me kon një njeri i tillë, domethënë shkolla është një institucion i cili domethënë ne do të me nëse në rast unë për veten jam si drejtor, nëse ka shoh ose vrej